Drejtoria vendore për kufirin dhe migracionin, njësia speciale Delta dhe policia kufitare e Malit të Zi kanë vijuar patrullimet intensive në hapësirën ujore të qarkut Shkodër dhe në kufirin toksor Shqipëri-Mali Zi. Në këto patrullimet të mbështetura nga Frontex, mori pjesë administrata e Parkut Kombëtar të Liçenit të Shkodrës. Objektivat kryesore janë parandalimi veprimtarive të paligjshme në hapësirën ujore, si trafikimi i lëndëve narkotike, armëve, kalimi i kundërligjshëm i kufirit dhe krimet kundër mjedisit, rritja e parametrave të sigurisë për qytetarët dhe turistët, forcimi i kontrollit në zonat kufitare, identifikimi i pikave problematike në kufi toksor dhe ujor, shkëmbimi i informacionit operacional me partnerët rajonal, parandalimi dhe goditja e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Kontrollet janë zhvilluar në zonat më të frekuentuara nga mjetet lundruese në liçenin e Shkodrës, në lumin Buna, në pikat strategjike toksore dhe ujore, si dhe në kufirin toksor Shqipëri-Mali Zi. Gjatë fazës së parë të këtij plani operacional, ndër të tjera janë kontrolluar dokumentacioni i mjeteve lundruese, pajisjet e sigurisë që kanë këto mjete, respektimi i itinerareve të miratuara, respektimi i rregullave të qarkullimit ujor. DVKM Shkodër do të vijojë kontrollet në kuadër të planit operacional liçeni 2025 gjatë sezonit veror. Ky nivel bashkëpunimi, dëshmi e rëndësishme e angazhimit policor dhe bashkëpunimit shumë të mirë ndërinstitucional në funksion të sigurisë së jetës së qytetarëve, parandalimit të veprimtarive të kundërligjshme, si dhe të rritjes së besimit të qytetarëve, turistëve nga ana e strukturave të policisë.